Këtë javë u zhvillua mbledhja e zgjeruar mujore e grupit parlamentar socialist, ku u bë një diskutim i detajuar nga deputetët mbi ecurinë e punës në një sër sektorësh për të cilët raportuan ministrat përkatës. Po ashtu, në mbledhjen e zgjeruar mujore të grupit, unë fola për raportet midis politikës dhe drejtësisë në një fazë kur shumë çka pozitive është arritur, por shumë çka tjetër kërkon adresim. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar, mund t'i kthehen fjalës time në po këtë faqe në ditën kur u mbajt mbledhja e zgjeruar mujore e grupit faktikisht të njëjtën e shkuar. Ndërkohë, po aty unë ndava me deputetët edhe planin e ndryshimeve në qeveri, të cilat janë ndryshime që shkojnë në atë që unë e kam konsideruar si një qasje e re në këtë aspekt dhe për cilën kam folur qysh në fjalën e drejtuar Asambles Kombëtare në krye të punëve të këtij mandati, duke bërë edhe krahasimin mes ndryshimeve në një skuadër futbolli me ato në një skuadër basketbolli, kështu që në këtë aspekt ndryshimet ishin të para, por natyrisht që nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes së zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë. Por gjithsesi për këtë temë fola pak në mbledhjen e grupit.